Atëherë, zoti Daci, dy luftra në pragun e Europës, por një bashkim evropian që duket i paralizuar. Samiti maraton në Bruksel, që pritet të prodhonte vendime të forta, përfundoi me pak më shumë se deklarata dhe përçarje të brendshme. Nga Ukraina tek lindja e mesme, nga kriza energjetike tek përplasjet politike mes liderëve, Bashkimi Evropian po përballet me një test historik. A është ende një fuqi që vendos apo thjesht një spektator që reagon? Atëherë, situata aktuale e Bashkimit Evropian është një produkt sistemik për shkak të faktit që Bashkimi Evropian mbetet një organizatë sui generis, veçantë në rolin e saj, por mbetet larg konceptit të një shteti federal ose të një shteti nacional kombëtar, dhe kjo bën më të vështirë veprimtarinë e saj dhe shpejtësinë e vendimmarrjes. Në këtë këndvështrim, ideja fillestare e Bashkimit Evropian, nëse duhet të him historisë së integrimit, e cila është përfaqësuar fuqishëm atë kohë nga vendimtarët italianë si Mario Albertini, Spinelli dhe Rossi, ka qenë që Bashkimi Evropian duhet të ishte një federatë ngjashme me atë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kjo mbetet linja federaliste. Për fat keq dhe për shkak të vështirësive, sepse shtetet anëtare nuk donin që ta lëshonin sovranitetin e tyre, u bë lëvizja pragmatiste, e cila quhet në fakt linja e mendimit funksionalist, që Bashkimi Evropian duhet të ndërtohet step by step, hap pas hapi, kryesisht në fillim për shkak të interesave ekonomike dhe në fund të arrijë në një bashkim politik. Sot Bashkimi Evropian është një bashkim politik, por mbetet shumë larg të qenit një federat, e cila e bën më të vështirë në kuptimin burokratik të vendimmarrjes. Kjo dhe duke u nisur për faktin që politika jashtme, një ndër sfidat kryesore që ka kontinenti evropian, mbetet në dorën e vendeve anëtare, pra që shtetet anëtare nuk kanë lëshuar suverenitetin, dhe gjithashtu nëse i referohemi historisë së Bashkimit Evropian apo të integrimit të Bashkimit Evropian apo të kontinentit evropian, kemi edhe një dështim tjetër që lidhet me 1954, ajo që ishte ideja e një ushtrie europiane, dhe mungesa e këtyre dy politikave të cilat do të ishin të mundura dhe më efikase nëse do të lëshonin suverenitetin e tyre vendet anëtare, e ka bërë që lëvizjet edhe vendimet e Bashkimit Evropian të jenë më të ngadalta, më komplekse dhe më pak efikase. Do të kemi diçka në mendje që vetë ajo që sot njihet Bashkimi Evropian, për që ka nisur si komunitet ekonomik, është ideuar si një gjë e cila është gjithmonë në transformim dhe në lëvizje. E ardhmja e Bashkimit Evropian mbetet nga aftësia e saj pikërisht për të transformuar dhe për të përshtatur me sfidat e kohës. Sigurisht që situata e përgjithshme gjeopolitike në lidhje me dy konfliktet e fundit, ai tashmë 4 vjeçari i Ukrainës, por edhe i lindjes së mesme, kërkon vendime më të shpejta, kërkon një reflektim më të thellë dhe një transformim më të thellë të vetë funksionimit të Bashkimit Evropian, dhe jo të konceptohet si një burokraci e madhe e cila është larguar nga interesat e qytetarëve dhe vendeve anëtare. Politika amerikane, nëse do kemi më vonë një pyetje në lidhje me këtë çështje, ose më saktë, politika e jashtme e presidentit Trump duke aplikuar tarifa ndaj vendeve europiane, siç e kam thënë më përpara, që tashmë janë dakord dhe shumë analistë të tjerë, në vend që të adoptonte Bashkimin Evropian, do ta forcojë akoma më shumë dhe të rrisë më shumë identitetin evropian, si edhe rolin e Bashkimit Evropian apo të kontinentit të bashkuar përballë sfidave me të cilën ka nevojë koha. Ndërsa bombardimet vazhdojnë edhe tensionet rriten, pyetja kryesore që mbetet është a ka Europa vullnetin dhe fuqinë për të vepruar apo është e bllokuar nga vetvetja? Atëherë, në planin ushtarak, në planin ekonomik dhe në planin e demografisë, po dhe pozitës gjeografike, në thelb Bashkimi Evropian ose kontinenti i bashkuar mbetet një ndër faktorët më të rëndësishëm. Sigurisht që sfidat janë të mëdha, ka një mos konkordancë të interesave brenda Aleancës Atlantike, ku një pjesë e konsiderueshme e vendeve të Bashkimit Evropian janë themeluese, këtu kemi parasysh Italinë, por ka një mos konkordancë në lidhje me interesat dhe qëllimin e konfliktit në lindjen e mesme, dhe kjo lidhet qoftë me historikun përsëri i rikthehemi të suverenitetit të disa vendeve anëtare, pra
kemi Italinë e cila ka pasur një lidhje të ngushtë me Lindjen e Mesme dhe kryesisht edhe me organizatën për lirimin e Palestinës të Arafatit apo për vende të tjera. Koncepti ose situata aktuale ose optika e Bashkimit Evropian ose vendevantare të Bashkimit Evropian në raport me konfliktin e Iranit është në dy këndvështrime. Së pari nuk janë të bindur që nga ky konflikt interesat ekonomike të Bashkimit Evropian apo të vendeve anëtare do të dalin më të forcuara, dhe e dyta duke qenë që Bashkimi Evropian ose kryesisht Italia, por mund të themi dhe Franca dhe Spanja janë pothuajse vende kufitare me disa vende të cilat janë në një situatë konflikti në Lindjen e Mesme, duan të mbajnë një neutralitet duke mos e përfshirë drejt për drejt rolin e tyre në një vendim apo në veprime ushtarake. Kjo mbetet për të parë në të ardhmen, sepse nëse Irani do të vazhdojë ta mbajë të bllokuar kushticën e Hormuzit, sigurisht që vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe Gjermaninë, po pse jo dhe Britaninë, e cila tashmë ndodhet jashtë për shkak të procesit të Brexit, kanë interesa shumë të rëndësishme, rjetike, që lidhet pikërisht me transportin detar të kushticës së Hormuzit, dhe nëse Irani do të vazhdojë të jetë një vend pengus për lundrimin e anijeve tregtare në këtë kushti, sigurisht që ndoshta optika e një pozicioni neutral të Bashkimit Evropian mund të kthehet pastaj në një vendim për të përfshirë drejt për drejt për të mbrojtur interesat e tyre që lidhen kryesisht me burimet energjetike për cilat ka nevojë Europa, dhe lidhet akoma më shumë nevoja e burimeve energjetike pas sanksioneve që i ka vendosur Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë. A jemi duke parë një Europë që flet për rend ndërkombëtar, por në momentin kritik nuk merr asnjë vendim konkret? Së pari ka një abuzim me konceptin e një rendi të ri apo një rend botëror, sepse rendet e reja botërore, historia e doktrinës së marrëdhënieve ndërkombëtare apo doktrinat e të drejtës ndërkombëtare na kanë treguar që një rend i ri botëror krijohet pas një tronditje të madhe, pra pasi kemi një konflikt të nivelit global dhe faktorët apo forcat ekzistuese të ekuilibrit që këmbajnë status quo bien dhe krijon të reja. Nuk kemi një rend të ri, kemi një situatë anarkike. Rendi është po i njëjtë, sepse bota mbetet unipolare, nuk është as bipolare, të gjithë të tjerë që duan ta argumentojnë si bipolare e kanë të gabuar, dhe ata të tjerë që përpiqen ta argumentojnë si multipolare kanë më të garantuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës mbetën fuqia më e madhe dhe pa diskutueshme ekonomike, financiare dhe ushtarake në botë. Nuk ka asnjë lloj vendi tjetër, madje të gjithë vendet, 10 vendet e tjera pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjitha së bashku bëjnë buxhetin e ushtarak që ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës mbetën në vetëm një vend në botë që ka rreth 800 baza ushtarake në 80 vende. Pra rendi i ri botëror nuk ka ndryshuar. Nuk kemi një rend të ri botëror. Kemi një rend unipolar, cili është pasojë e mbarimit të luftës së ftohtë, por kemi një situatë anarkike dhe kjo ka ardhur kryesisht për shkak të ndryshimit të politikës jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga presidenti Trump, i cili në fakt me veprimet e tij, me deklaratat e tij dhe me dialektikën e tij ka thyer të gjitha tabut dhe të gjitha ata që identifikonin moralin dhe bazën e politikës jashtme amerikane. Pra, në këtë këndvështrim, vetë Bashkimi Evropian është në një fazë jo të drejtpërdrejtë dhe një situatë të re anarkie të drejtës ndërkombëtare, dhe sigurisht që Bashkimi Evropian ose vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të vetëdijshëm për këtë gjë dhe do kenë dhe po tentojnë dhe po mundohen që të kenë një qasje të re, por pa humbur vlerat e tyre. Dhe pse e them pa humbur vlerat e tyre? Sepse vetë Bashkimi Evropian në fakt perceptohet si një organizatë e cila angazhohet me politika globale, por de facto sot situata e Bashkimit Evropian mbetet një retorike politikave globale, por në kuptimin e reagimit, dhe forcës së reagimit, shpejtësisë së reagimit, shpejtësisë së vendimmarrjeve, mbetet një politikë lokale. Qëllimi i vendeve të Bashkimit Evropian që ka të bëjë dhe me rritjen e shpenzimeve ushtarake, dhe këtu kemi parasysh
rritjen e shpenzimit ushtarake që po bën në Gjermani në veçanti dhe Italia, do të thotë që pak ndoshta me vonesë, por po përshtatet për një situatë të re të anarkisë, e cila në doktrina ndërkombëtare anarkia është një fazë e përkohshme, e rëndësishme, që mund sjell trauma, por nuk mund të jetë afatgjatë. Pra ne po flasim për një situatë anarkie të momentit, por mendoj që shumë gjëra do të ndryshojnë në të ardhmen, duke përfshirë dhe vetë konfliktet të cilat janë të hapura, por duke menduar që pas mbarimit të mandatit të presidentit Trump, kam përshtypjen që amerikanët e kanë eksperimentuar dhe e kanë kuptuar që nuk është suksesshme versioni i populizmit në një drejtim në drejtimin e një superfuqie që ka përgjegjësinë e përtjerë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ka përshtypjen që pas mandatit të Trumpit kushdo që do vi në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në radhët e republikanëve apo jo, do të rikthehet politikës tradicionale duke pasur marrëdhënie të ngushta me vendet anëtare të Bashkimit Evropian ose me ata që njihet të Aleancës Atlantikut Veriut. Si është e mundur që tre nga ekonomitë më të mëdha të botës, Gjermania, Franca dhe Italia, nuk po arrin dot të prodhojnë një qëndrim të unifikuar? Thash edhe një herë, sepse kështu siç është Bashkimi Evropian, nuk ka qenë qëllimi final i vendeve dhe i liderëve nismonistëtar. Kjo vjen si pasojë e faktit që vendet anëtare kanë sovranitetin për politikat më të rëndësishme dhe akoma nuk janë të gatshme të lëshojnë interesat e tyre kombëtare për një interes përmadhor të përbashkët siç është bashkimi. Prandaj për sa kohë vendet anëtare, të cilat për fat keq janë përfshirë edhe në vorbullën e populizmeve, tu kemi parasysh modelet e qeverisjes në Itali apo në vende të tjera siç është Orban, apo edhe tendencat të ngjashme për të ndodhur diçka të tillë në Gjermani dhe në Francë. Për sa kohë vendet anëtare nuk heqin dorë nga sovranizmi dhe nga sovraniteti, atëherë do të kemi pak a shumë një situatë të Bashkimit Evropian as mish as peshk, dhe ka dy lloj linjash qëndrimi në këtë lloj drejtimi që përsëri është si pasojë e influencave të populizmit, që një pjesë mendojnë që duhet të rikthehemi politikave tona kombëtare për të forcuar mbrojtjen në mënyrë të pavarur dhe autonome, ndërsa ka disa të tjerë që mendojnë që duhet hiqet ideja e rritjes së buxhetit të mbrojtjes së vendeve anëtare, por të shkohet drejt një sistemi të përbashkët mbrojtje, por kjo nuk mund të ndodhë, s'ka për ndodhur për sa kohë që mbrojtja mbetet e drejtë ekskluzive sovrane e vendeve anëtare. Nëse Bashkimi Evropian nuk arrin të marrë vendime për Ukrainën pas kaq vitesh luftë, çfarë garancie ka që mund të reagojë në një krizë të re? Për Ukrainën nuk është se s'ka marrur vendime. Ukraina nuk është një konflikt i bërë nga europianët. Bashkimi Evropian është një nga kontribuesit më të rëndësishëm dhe nuk ka se si të marrë vendim. Vendimi i formës tjetër do të ishte që Bashkimi Evropian të përfshijë një konflikt me Rusinë, që nuk është një konflikt i Bashkimit Evropian, është një konflikt në portat e Bashkimit Evropian, por Bashkimi Evropian vazhdon të jetë një ndër kontribuesit më të rëndësishëm dhe mbështetësit kryesor të Ukrainës, e cila po bën një luftë të drejtë për mbrojtjen e sovranitetit, dhe kemi rastin konkret hapur që bën pjesë prapë në situatën e përgjithshme të një rendi anarkie të botërore që po kalojmë, që sovraniteti i Ukrainës është shënuar në mënyrë të hapur dhe në kundërshtim me tratetet ndërkombëtare nga Rusia. Pra nuk mund të bëjmë më shumë se sa kaq Bashkimi Evropian në raport me konfliktin në Ukrainës. Zgjidhja finale e konfliktit në Ukrainë është mes Ukrainës si shtet i cili ka psuar një agresion dhe mes Rusisë e cila ka shkelur drejtat ndërkombëtare dhe ka bërë një agresion. Cili do jetë marrëveshja dhe kur do jetë kjo marrëveshje, kjo varet nga forca dhe rezistenca që do kenë ukrainësit dhe nga durimi që do ketë Putini, i cili po përballon një luftë me kosto të mëdha njerëzore, me kosto të mëdha politike, por edhe me kosto të mëdha ushtarake. Dhe siç e dim shumë mirë, situata e përgjithshme ekonomike e Rusisë përveç asaj që flitet në nivel ndërkombëtar, nuk është as shumë e mirë dhe ndoshta herët avon konflikti i Ukrainës mund t'i jap probleme të brendshme vetë sistemit politik rus, edhe pse në pamje të parë duket si një sistem hermetik i paprekshëm, por historia njerëzore na ka mësuar që krizat shfaqen gjithmonë në momentin kur askush nuk e beson,
por zgjidhja mbetet gjithmonë e vështirë dhe pothuajse e pamundur. A është fokusimi tek politika klimatike në një moment krizash globale një luks i gabuar apo është një shmangje nga problemet reale? Nuk është asnjë shmangje, klima mbetet një ndër sfidat kryesore të shteteve të fuqive botërore. Klima bën pjesë në kolonat kryesore të traktatit të Maastrichtit, të traktateve të Bashkimit të Amsterdamit, janë traktatet bazë që krijojnë funksionimin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk është se duke i kushtuar vëmendje një sektori, po humb një vëmendje nga një gjë tjetër. Është një lloj sikur të themi që prioriteti i Shqipërisë është ndërtimi i rrugëve, por Shqipëria nuk është fare interesuar që të ketë një mjedis të pastër dhe mos ketë ndotje mjedisore, pra nuk ka lidhje kjo gjë. Ajo është pjesë integrale e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian për fatin e mirë nuk është një situatë lufte të përfshirë drejt për drejt, prandaj nuk shoh asnjë arsye që të ndërpriten prioriteti që ka kjo organizacion gjenës që e ka të kodifikuar në traktatet nga të cilat funksionon edhe vetë funksionimi i Bashkimit Evropian. Në këtë realitet të një Europe të përqarë dhe të pasikur, çfarë do të thotë kjo për vende si Shqipëria që synojnë integrimin deri në 2030-ën? Europa nuk është e përqarë dhe nuk është as pak e pasigur, pra nuk ka fare lidhje ky lloj pohimi. Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të Europës janë në një transformim të vazhdueshëm dhe po përballen me situata me sfida të reja, të cilat kërkojnë përgjigje të reja. Bashkimi Evropian nuk është i pasigurt sepse vendet e Bashkimit Evropian, sidosi të jetë marrëdhënie në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shikon dhe historinë e kaluar e cila nuk është gjithmonë e bardhë për zezes, në kuadër të mbrojtjes, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë të gjitha kapacitetet për mbrojtur vetveten. Pra nuk mund të themi që Bashkimi Evropian është i përçarë dhe është i pasigurt. Bashkimi Evropian ka nevojë për vendime të shpejta, për transformim dhe për të bërë më efikas. Në këtë këndvështrim, të gjitha vendet të cilat janë në një proces të gjatë integrimi dhe kjo varet nga shumë faktorë të brendshëm politik dhe të stilit të qeverisë së këtyre vendeve, siç janë Ballkani Perëndimor, janë të detyruar që të vazhdojnë të përshpejtojnë madje dhe të përfitojnë nga kjo situatë e re gjeopolitike në një integrim sa më të shpejtë dhe zgjidhja e vendeve të Ballkanit Perëndimor e atyre që kanë shprehur dëshirën për të integruar nuk është gjë tjetër veç se anëtarësimi plot me të drejta në Bashkimin Evropian dhe kjo do të forsonte cilësinë e jetës, do të forsonte demokracinë, mirëqeverisje dhe do të forsonte akoma më shumë sigurinë e këtyre vendeve, sepse do të hyshin në ombrellën e një familje të madhe, ku e thash edhe një herë, nuk mungojnë kapacitetet ushtarake, politike dhe ekonomike që Europa kur do e në çdo rast, në çdo nevojë, në çdo lloj rreziku të mbrojë vetveten pa asnjë lloj problemi. Si të duk zgjedhja e Shqipërisë për të shpallë Iranin në vend armik ndërkohë që iranianët i kemi të strahuar në Manz? Nuk është çështja se ne kemi iranianët në Manz, iranianët i kemi në Manz për shkak të një marrëveshje që ka bërë Shqipëria me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe sikur mos ishin iranianët në Manz, një rezolutë e tillë është një zgjidhje e shumicës që qeverisë sot vendin. Sigurisht kjo vjen edhe për shkak të angazhimit dhe marrëdhënieve që Shqipëria ka krijuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që mua më shqetëson ndonjëherë është se iniciativa me kaq shumë rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare ne shqiptarët jemi ata që pranojmë të jemi modeli i parë dhe pa asnjë rezerve. Tu kam parasysh edhe pjesëmarrjen e menjëhershme dhe përgjigjen menjëhershme po në bordin e paqes së Trumput, mendoj që Shqipëria është një vend sovran, ka drejtën e saj të marrë vendime dhe të ketë qasje si të dojë në raport me shtetet e tjera, por kam përshtypjen dhe do të uroja që ligjvënësit tonë, parlamenti jonë, por edhe politikanët tonë, kishin më shumë edhe të kenë më shumë përgjegjësi për vendimet të cilat janë me vërtet të rëndësishme, por edhe problematike. Në këtë vështrim mendoj që Parlamenti dhe Partia Socialiste kanë menduar dhe kanë marrë një vendim të tillë. Në rrethana të tjera, unë mendoj që duhet jemi më të pjekur për të marrë vendime të tilla. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet mbrojmë interesat
dhe nuk do të respektojmë traktatin e NATO-s, por nuk do të jemi ne ata të parë që bëjmë gjëra që të tjerët ndoshta nuk i bëjnë asnjëherë. Faleminderit shumë zoti Daci për intervistën edhe gëzuar festën e Bajramit. Gëzuar dhe ju dhe gjithë shqiptarëve dhe faleminderit për mundësinë që më dhanë.